Ky është Muhamet Tufekxhiu nga Kërçova, i cili për 10 vite në zemër të bulevardit të qytetit shet gështenja të pjekura dhe misër për të mbajtur familjen e tij. Ai shprehet i kënaqur nga kjo punë të cilën e bën me plot pasion për 10 vite me radhë. Pavarësisht kushteve atmosferike, ai çdo ditë del në bulevardin e qytetit për të shitur gështenja të pjekura dhe misër për kalimtarët e rastit. Kur janë gurveçarët punoj ditë për ditë, kur nuk janë punoj në 3 ditë në javë. Gështenjat i pjek me çime drunit që të u vjen erë gështenjave. Se me plin nuk u vjen erë gështenjave. Kër i pjek ose në elektri që shporet me sruj, nuk u vjen erë. A kështu u vjen erë shumë. Ka kanë shije qetër kanë, Pa. Gështenjat kanë shije, sidomos me dru ose me çime druni. Në erë. Njerëzit janë të interesau përveç bashkë qytetarët, gurveçarë, janë interesau. Këto shmit menuin se unë kushim që shim, ama me gurveçarët jemi knaqë. Sidomos në verë, me misër. Verë punon me misër. Mo, kobi shqiptar më njëtë shumë mere në të kjo morë, në që të rëvez nuk blijem. Të nderuar shqiptar, vauroj ditën e alfabetit gjuhën shqipe. Si ashtu edhe vauroj edhe ditën e flamurit shqiptar.